Le të fillojmë duke marrë një pozicion të rehatshëm, duke relaksuar trupin tënd, ndërsa mendja jote qëndron vigjilente. Mbylli sytë dhe bë çdo rregullim që të nevojitet për t'u qetësuar. Merr një frymë të thellë, mbaje frymën për disa sekonda dhe më pas nxirre me shumë fuqi. Përsërite këtë metodë 3 herë. Tash ndje se si energjia e freskët përhapet e ti, mendje, trup e shpirt. Merr edhe një frymë të thellë dhe tash nxirre jashtë ngadalë. Pauzo tash. Lëri sytë të rëndohen. Uli supet, relaksoj krahët dhe duart tuaja dhe ndjeh këmbët tuaja si rëndohen dhe ti tash ndjen një relaksim më të thellë. Ndjej trupin tënd këtu të ngrohtë, të relaksuar, të butë. Merr edhe një frymë të thellë dhe nxirre jashtë ngadalë. Më dua që ju tani të imagjinoni një vend të bukur, një park, një vend ku mund të gjeni paqe. Nga larg, sheh një bankë dhe një fëmijë të ulur në atë bankë. Ngadalë afrohesh tek ajo banka dhe ulesh pranë fëmijës që rrin aty vetë. Ai fëmijë je ti. Shikoje tash në fytyrë, direkt në sy, dhe mbaj një foto të fëmijës në mendje në fokusin tënd. Nuk është e rëndësishme që fëmija të duket si ti kur ke qenë fëmijë, ka të bëjë më shumë që fëmija të ndihet ashtu si që ndiheshe kur ishe ti fëmijë. Tani përqëndrohuni. Sa vjeç është fëmija që ti sheh? Kryesisht, në ndërgjegja jonë zgjedh pikërisht moshën e duhur. Megjithatë, nëse keni ndjenjën se nuk ju përshtatet, atëherë bëjeni fëmijën më të vogël ose më të madh në imagjinatën tuaj. Tash leje fëmijën të shikoj përpara ashtu si që shikon ti vetë. Ju nuk shikoni njëri tjetrin. Ju vetëm jeni ullë pranë njëri tjetrit dhe shikoni në të njëjtin drejtim. Shijoni të qenit së bashku për një kohë. Tani provo ngadalë dhe me dashuri ta vendosish krahun tënd.
Në varet në çfarë pozicioni e ul krahun e gjajth ose të majt rreth shpatullave të fëmijës. Dhe nëse ndjen trishtim ose zemërimin nga fëmia ndërsa e bën këtë, kjo është shumë në rregull. Kjo tregon se vendosja e kontaktit ishte e suksesshme. Tani përpiqu të ndjesh se çfarë ka nevojë ky fëmijë i mbrëmshëm. Si ndjehet dhe çfarë i mungon. Ndjehet i pambrojtur, i panjohur, i pasigurt, i pakujdesur, ndjehet i lënduar, i zemëruar, i trishtuar, ndoshta prindrit e kanë qortuar, e kanë dënuar, ndoshta mësuesi e ka qortuar, e ka dënuar, ndoshta dikush tjetër e ka lënduar. A ka mungesë besimi, mungesë dashurie, mungesë kujdesi? A ka nevojë për më shumë dashuri, më shumë mirëkuptim, më shumë besim, më shumë vëmendje, kujdes? Çfarë do emocioni që të ndjeni te ai fëmijë është në rregull. Unë dua që ti tash të imagjinosh një flusk gjigjante në njërën anë të fëmijut. Si ballon, një flusk e errët, e frikshme, e tymosur. Ndërsa e shikon më nga afër, kupton se çfarë ka brenda te e flusk. Ka trishtim, ka dhimbje, lëndim apo frikë. Ka kujtimet errta brenda kësaj fluske. Ndoshta do shohësh brenda saj shkrepjet atyre kujtimeve të errta të këqija, si filma nga fëmijëria jote. Ose thjesht po i sheh emocionet që lundrojnë brenda dhe po ndjen rëndimin e tyre, shkënjime, refuzime, ose frikë. Të jap një moment këtu. Çfarë do që pa ti tash? Ndjehe, kuptoje që ky fëmijë i vogël ka krijuar histori për secilën nga ato kujtime apo emocione. Ndoshta ka krijuar një histori të quajtur unë nuk jam i mjaftueshëm. Unë nuk jam i mirë. Unë nuk kam rëndësi. Unë nuk di asgjë. Ose unë nuk mund të besoj të tjerëve, ose unë nuk mund të kem gjithçka që dua unë. Ky fëmijë nuk gabon që e bën këtë, sepse me të vërtet është kjo që bëjmë të gjithë ne. Se ky fëmijë na udhëzon Allah në jetë. Dhe kjo histori që ky fëmijë ka krijuar nuk të lejon ty të jetosh aq gjallërisht, aq të lumtur sa që dëshiron ti tash në moshën më të madhe.
Kështu që merr frymë thellë tash, një frymë pastruese. Dhe përderisa e nxjerr frymën, liroje peshën e këtyre historive. Dhe pastaj afrohu me këtë fëmijë të vogël. Dhe përqafoje fort, duke mbajtur afër me dashuri të pastër pa kushte. Dhe shikoj se si ajo fluska i ballon, i errët dhe i tymit zvoglohet, kadal, pak nga pak. Përqafoje fëmijën e vogël tash. Duaj atë, mbaj atë, akceptoj atë, pranoje dhe inkuaroje, thuaj fjalë të bukura, thuaj ti je i dashur, ti je e fort, ti je i sigurt këtu me mua. Dije që ti gjithmonë ke qenë dhe do jesh në zemrën time. Unë tash jam gati të takoj me ty. Më fal që s'të kam takuar përpara. Unë e përmende emrin tënd. Unë do t'i jap të gjithë gjërat që ty të kanë munguar. Unë do të jap dashurinë, unë do të jap vëmendjen, kujdesin, të gjithë gjërat që tjerit s'ti kanë dhënë. Më vjen keq që je ndje ashtu atëherë. Të lutem falem, për falje dhe të tjerët, se dhe ato s'kan ditë, nuk kanë faj ato. Fali, tash merr një moment dhe këtu mundesh në mendjen tënde të përmesish emrat e prindërve, motrës, vllaut, mësuesve, shoqërisë, familjes, të gjithë ata njerëz që të vinë në mendje në këtë moment, dhe fali një nga një. Dhe tash, mbasi i fale të gjithë, i thua fëmijës faleminderit. Unë të dua shumë. Besoj se dhe mua më fale. Ti gjithmonë ke qenë i dashur, dhe funi ti s'ke nevojë për vëmendjen dhe dashurinë të tjerëve. Se ke vëmendjen dhe dashurinë time, ke dashurinë hyjnore. Unë të dua dhe kjo është e gjitha që ka rëndësi. Dhe ta shtrëngoj për qafoj shumë atë fëmijë. Është në rregull nëse ka emocione. Vetëm përqafoj dhe vështroje. Dhe shikoj tash se si ajo flusk e errët dhe e tymit, dhe të gjitha historitë që ka bërë ky fëmijë zhduken. Së bashku me lotët që dalin nga sytë e tij ose saj. Po të jap kohë këtu për të zbrazur veten.
Tani vazhdoj fëmin përsëri. Ky fëmi I vogël I pafajshëm, I mirë, I dashur. Tani imagjinoni një flusë të madhe, të ndritshme në anën tjetër të fëmijës. Kjo flusë tash është e mbushur me të qeshura, me kreativitete, ëndra dhe dashuri. Tash, ti sheh brenda kësaj shkrepje të atyre kujtimeve të lumtura, mini film nga fëmiria jote. Ose thjesht I sheh emocionet që lundrojnë brenda dhe po ndjen lehtësinë e tyre, gëzimin, dashurinë, qetësinë dhe imagjinatën e pafundshme. Thjesht rri ulët dhe dëshmon gjithçka, të gjithë momentet e bukura. Tash, ti ndjen një buzëqeshje të përhapur në fytyrën tënde. Kjo është gjithë e joqja. Ta shih se si dera të hapet nga kjo fluska e ndritshme dhe të fton më shumë për kësaj në jetën tënde aktuale. Të fton më shumë gëzim, më shumë dashuri, më shumë kreativitet. Gjithë vjen përmes këtij fëmiu të vogël të veçantë. Ky fëmijë I mbrëmshëm që të sundon jetën tënde. E mba mend sa shumë I pëlqente të luante dhe të imagjinonte, të dashuronte. Ky fëmijë është këtu me ty tani. Gati për të krijuar më shumë kujtime, gëzimi, për t'i vendosur në këtë fluskë plot dritë. Tani, shtrini duart edhe përqafoj këtë fëmijë të vogël të mrekullueshëm edhe një herë. Edhe ndjehe dashurinë e fëmijët të pastër, të ngopët, duke të kujtuar se ti je ai fëmijë dhe ai fëmijë është ti. Tani, edhe një herë vështroj fytyrën e fëmijës. E sheh si shkëlqejnë syt. Shife se si buzëqeshja e fëmijët mbrëmshëm buron nga shpirti I tij. Shikoja fytyrën e fëmijës tash, të lumtur, të dashur, të gëzuar, të plotësuar, të kënaqur plotësisht. Dhe thuaj, faleminderit që ishe sot me mua këtu. Dije që ti gjithmonë je brenda meje dhe unë gjithmonë do të kujtoj. Unë gjithmonë do jem për ty këtu, gjithmonë. Ti sa herë që ke nevojë për mua, veç më kujto, e unë do të kujtoj ty me një herë. Të dua shumë. Tani përqafoj edhe një herë, dhe lëshoj të ik I lirë, me buzëqeshje në fytyrë. Edhe shikoj veten tënde po ashtu tu kthyer prej te ajo fush, me buzëqeshje,
paqe e dashuri të plot në zemër. Shumë bukur. Kushtoj vëmendje frymëmarrjes tënde tash. Merr frymë thellë, duke nxjerr paqen, dritën, dashurinë dhe qetësinë në të gjithë trupin tënd, në mendjen tënde dhe shpirtin tënd. Nxirre jashtë ngadalë dhe hapi syt. A e shihni se sa të veçantë jeni? Qofshi të bekuar. Faleminderit që më ndoqët në këtë meditim shumë të veçantë. Dashuri dhe dritë për të gjithë ju.